Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha mori pjesë në një diskutim me studentë të Universitetit të Shkodrës, duke folur për rolin e tyre në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe mundësitë që ky proces sjell. Është një kënaqësi absolute për mua që në kuadër të turit që Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka filluar në Shqipëri, për të shkuar për të takuar me nxënës të shkollave të mesme, me studentë, për të folur për integrimin, për të folur për objektivin madhor kombëtar për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, që ne kemi quajtur BE-ja dhe ti Evropa fillon në shtëpi, pikërisht për të biseduar për të gjitha çështjet e antarësimit të BE-s dhe si antarësimi, procesi i negocimit e sotmja dhe e nesërmja i prek studentët, nxënësit dhe ata të cilët do të jenë qytetarët e parë evropian ku Shqipëria të bëhet antare e BE-s në horizontin siç shpresojmë dhe siç po punojmë në horizontin 2030. Ky takim ishte edhe një mundësi e mirë për një bashkëbisedim me studentëve dhe ministrit Hoxha, mbi çështjet që lidhen me integrimin evropian, ndërsa ministri Hoxha zhvilloi edhe një takim dypalësh me rektorin e Universitetit të Rinxhuaraj.